Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndrimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij besnike, shokëve tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu na bëj prej tyre. Allahu e shpërblet gjithë ata vëllezër të cilët janë bërë shkaktar për mua që të bëjmë plenaj këtu. Allah na bashkoft në xhenetin Firdaus, siç na ka bashkuar në këtë vend këtu. Allah e shpërblet edhe ta dy xhallar. Ma meritori për me ngu nga shta jom une, Allah e shpërblet për respektin. Në Islam, vëllazëria për hir të Allahut subhanahu wa taala është ndoshta një prej shtyllave kryesore e cila na bën neve lidhur me Allahun subhanahu wa taala, edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveç se është prej shtyllave kryesore e cila na bën lidh me Allahun sot për sot, megjithatë, kjo lidhje është edhe prej smundjeve më të përhapura në mesin tonë. Sepse njeriu nganjëherë edhe nuk ja din vlerën vllaut vetë besimtar të cilin e ka pranë vetes. Nganjëherë i neglizhojnë vëllezërit e tonë nga respekti të cilin nuk ja bojnë as sa duhet atyre. Nganjëherë nuk ja dina vlerën sa duhet vëllezërve të cilët kanë vlerë, edhe pse gjithë muslimanët e kanë vlerën e vet. Nganjëherë bëhemi prej atyre të cilët i largojnë prej mendjes tonë. Nuk po flasim edhe prej duave, po se po flasim prej mendjes tonë, vllaznitë tonë musliman. Duke e pas ajetin parashtyse, thot Allahu nuk ran innamal mu'minuna ikhwa. E pa dyshim se muslimanët janë vëllazninë mes veti. Fa aslihu baina akhawaykum, edhe vazhdoni dhe pajtoni vëllezërit e junë mes veti. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet e përshkruan vëllazërinë si diçka parsore dhe jo dytësore. Ama në realitet, nëse nolmi dhe shikojna në kohën të cilën jetojna, kjo nuk është dytësore. Por parsore jo se jo, po jo dytësore. Ndoshta ka dalë në nivelin e 5 apo 6 atje. Fa aslihu baina akhawaykum, edhe vazhdoni edhe pajtoni vëllezërit e junë mes veti. So prej neve e marrni këtë hap. So prej neve i flasim vetës në këtë drejtim. So prej neve vazhdojna edhe mirë me disa prej muslimanëve të cilët nuk kanë raporte të mira mes tyre. Andaj Allah subhanahu wa taala na këshillon që me vazhdue edhe me qillu, me vazhdue edhe me qëndrue si besimtar në fenë e tina. Thot Allah subhanahu wa taala wal birri wa taqwa, edhe ndihmojeni njëri tjetrin. Bashkëpunoni me njëri tjetrin në mirësi edhe në devotshmëri. Mirësia dhe devotshmëria është kështu. Kur vazhdon edhe i thirr musliman prej secilit vend, vetëm me qëllim që mu afrohet Allahu subhanahu wa taala edhe me kënaqë Allahu subhanahu wa taala. Ky bashkëpunim realizohet më së miri me vëllezër të sinqertë fjala. Kur njeriu i ka njerëz pranë, ai është i mbrojtur edhe prej devijimit. Kur i ki vëllazërit të devotshëm pranë, trun Allahu subhanahu wa taala prej rrugës së bidatit. Trun Allahu subhanahu wa taala prej rrugës e cila devijon prej kësaj feje. Kur i ki vëllezërit e tu pranë, don Allahu subhanahu wa taala që me arrit devotshmërinë edhe kënaqësinë të ai. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i këtij besimtarit në mes veti, në çështjen e dashurisë mes tyre, në çështjen e mëshirës mes njëri tjetrit, është sikurse shembulli i një trupi. Nëse trupi i dhan dikon, nëse dhan kumë e nin edhe zemra ka. Nëse trupi e ka dikon i dhimbë, e nin komplet trupi e ka dhimbë. A është e njëjta dhimbë sot për neve? A e kemi për një mend zemrën tonë edhe vetën tonë qëtë vllazni sikurse një trup i vetëm? Nëse një vëlla dikun e ka një gajle, a e kemi edhe na qatë gajle? Nëse një vëlla dikun e ka një dhimbë, a e përjetojna edhe na qatë dhimbë të në njëjtë? Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falendruar as Allahun subhanahu wa taala. So prej neve ja u kena ditë vllaznive tonë kur na kanë bërë atë mira, ja u kena ditë këtë vlerë. Edhe i kena shpërblyr për këtë vlerë. Padyshim se Allahu subhanahu wa taala nuk e humb mundin askujna. Allahu subhanahu wa taala nuk ja humb vlerën askujna. Por se prej mirësisë, edhe prej sinqeritetit të robit, edhe prej sjelljes mirëtinë është që ti më ja ditë vëllaut tonë. Më ja ditë vlerën sa ta kish ato pranë vetes. Kur ja dimin e vlerën vëllezërve tonë, ja dina atë kur t'i hupim ata. Kur ndahemi prej tyre,
kur të përçami me ta, ose kur të na vdes dikush prej vllazë Allahu na ruaj. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el-mar'u ma'a man ahab. Njeriu në ditën e gjykimit, në ditën kur del para Allahut subhanahu wa taala, ka mërkuar në atëherë me ata njerëz të cilët i ka dashur në dynja. Me ata të cilin ti e ke dashur në këtë dynja, me ata të cilin ti ke qëndruar në këtë dynja, me ata i cili është bue sebeb që ti mu afru të Allahu subhanahu wa taala, me ata i cili është bue sebeb që ti me e pasë një fëmijë të cilin e ka pasë vaj, me që person ki më kunë në xhenet Allahu subhanahu wa taala. A e don ti që më kunë në xhenet Allahu me një vëllai të cilin e ki edhe sot pranë? Prandaj Imam Hasan al-Basri thotë se ikhwanuka. Vëllezërit e tu. Ata janë stolia, zbukërimi jot kur ti je rahat, edhe janë mbështetja jote kur ti e keni vështirësi. Që kjo është vllazëria e sinqertë. Kur je rahat, nuk e ki asnjë dërt, nuk e ki asnjë gojë, nuk e ki asnjë bela tondën, vllazërit e tu i ki zbukërim të cilët ta ndreqin ty e dynjaja. Kur e ki një problem, kur e ki një fitnë, vllazërit e tu i ki mbështetje, me cilën ti mbështetje e cila e forcon mbështetjen te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thaj Hasan al-Basri ikhwanuka. Vllezërit e tu. Prandaj ruaj këta vëllezër. Ruaj këta vëllezër të cilët ti i ki edhe në rahati, edhe të cilët i në vështirësi. Jo ata të cilët veç kur i rahat i ki pranë vetës. Prandaj thaj Sheikh Said Temia se njeriu masi që ju ka dhënë imani, masi që ju ka dhënë Islami, nuk ju është dhënë ëmbëlsi më e madhe. Nuk ju është dhënë mirësi më e madhe se sa një vëllai i devotshëm besimtar të cilën e ka pranë vetës. Përsa Ibn Qayyim Allahu më shoh thotë se humbja e vëllezërve është nga humbja më të madhe. Kur vllai i mirë vdes, kur një vllai i sinqert vdes, kur me ato ai të largohet prej kësaj dynjaje, çfarë neve na bën mend se sa vllai i mirë u kon ai. Se sa i devotshëm u kon ai. Se sa të mira i kena pas në prejtima. Nëse më lejohet me përmend si rast, na e kena pas një vëlla atje në Gjilan, cili ka qenë rrëdhëndur e Juvit për Xhakov. Allah e pas mëshiru. Vlerën që ti vllavit na i adina veç që tash që masi ai ka vdek. Allah e pranof në mesin e shahidave për shkak se ka vdek për një smundjes. Dertën e këtij vllaut edhe devotshmërinë e këtij vllaut na e kujtojnë veç që tash masi që ai nuk e kena pranë vetës tonë. E që ka pas rastin në mesin e vëllezërve, që kur e kena pasën afër, kur e kena pasën prezent, nuk ja kena ditë vlerën. Nga njëherë është në nëshmon, është vëllizu për shkak profesionit të cilin e ka pasë, ose ka qenë doktor në profesion. Nga njëherë nuk ja kena ditë vlerën, nuk ja kena thirrë në mezhdise, veç për shkak disa shprehje të cilat ndoshta i ka pasë. Për tash që nuk e kena në mesin tonë, kur po vlerën e vllazninë në mezhdise, pe dina vlerën të cilin e ka pasë. Gjatë kohës sa u konë në spital, edhe u konë në krevet vetëm se smuja të cilën e ka pasën e pa dupsue shumë. Në qatë gjendje, i hub ke vedia shpesh. Rastin të cilën e kena pasë me hoxhën, kur ka telefonuar me kamerë, ka thirrë veç për me e bo një pyetje, që gjatë ka shumë me zhdikse të cilën e përmeni tjetër në rast. Pyetja që e ka bo e thot, hoxh, kur po më hub ka njëherë vedia, nuk me di cilat namazën nuk i kon falë. Që kjo ka qenë derti i tina. Vllai i tij tregon kur u konën afër tij në spital, sa herë që i ka qenë syt për vedijës, që kur i ka ardhur vedia, asnjëherë nuk ka vetë për fëmijët e vet ose për gruan e vet, por se ka vetë tek namazet kanë kalu. Që kjo u kon devotshmëria e çiti vllaut që ne kemi pas. E sa që si vëllezër si kë, na i kena prezent, edhe i kena gjallë, i kena në këtë dynja, edhe nuk ja vdina vlerë. Mos u bë asnjëherë për aty, ose mos bëmi asnjëherë për atyre që masi të largohen për një vllaznive. Masi që të na vdesin këta, na me vazhdu edhe me i kujtue këta, ose me i përmenëm këta. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që me na bashkue gjithë neve dhe me zbuz zemrat tona, me na bashkue me një sakt vetëm në safën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahun subhanahu që me shtuar vllazërinë të gjithë muslimanëve. Ne lutim Allahun subhanahu që me na bashkue gjithë neve dhe me zbutë zemrat të cilat na janë forcuar, na janë bollë më të forta se guri, më të mbuta se guri,
Elusim Allahun subhanahu që më na bashku në xhenetin firdaus me pejgamberin, me shahidat, me njerëzit e sinqert, me njerëzit e mirë, e ku po shoqëri më të mirë se ka. أقول ما تسمعون وأنا خلفه واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي